Përshëndetje të nderuar shikues, ky është edicioni qendror i lajmeve në Radio Televizionin 21. Gjykata speciale tha se nuk do të ketë lirim nga paraburgimi për ish-krerët e UÇK-s para vendimit final, me arsyetimin se sipas saj ata paraqesin rrezik për të kryer vepra të mëtejme penale, veçanërisht kundër dëshmitarëve. Gjykata tha se gjyqtarët kanë 90 ditë afat për të marrë vendimet për Thaqin dhe të tjerët nga përmbyllja e procedurës gjyqësore, po që ky afat mund të zgjatet sipas nevojës. Avokat të akredituar në gjykatë speciale presin që vendimi për ish-krerët e UÇK-s të merret para pushimeve verore. Nga akuzat që kam dëgjuar nga kjo prokurit të nderuar gjyqtar, kanë kaluar 50 ditë nga përmbyllja e çështjes gjyqësore në rastin e ish-krerëve të UÇK-s dhe të njëjtit vazhdojnë të jenë në paraburgim pasi gjykata speciale i shesi rrezik për dëshmitarët. Sipas gjykatës, paraburgimi synon parandalimin e rrezikut të hakmarrjes kundër dëshmitarëve ose përpjekjet për të nxitur një dëshmitar të tërheqë dëshminë e tij. Në një përgjigje për Radio Televizionin 21, gjykata speciale nuk bëri të ditur se kur saktësisht do të merret vendimi për Thaqin dhe të tjerët, por tha se gjyqtarët kanë 90 ditë afat për të marrë vendimin nga përmbyllja e procedurës gjyqësore që i bie deri më 19 maj. Nëse u duhet më shumë kohë për shqyrtimin e tyre, këto 90 ditë mund të zgjaten. Në shqyrtimet e fundit të paraburgimit, gjyqtarët kanë konstatuar se zoti Thaqi dhe të bashkëpandehurit e tij paraqesin rrezik për të kryer vepra të mëtejshme penale, veçanërisht kundër personave që dëshmuan, duke theksuar se paraburgimi synon gjithashtu të parandalojë rrezikun e hakmarrjes kundër dëshmitarëve ose përpjekjet për të nxitur një dëshmitar të tërheqë dëshminë. Trupi gjykues do të vazhdojë të shqyrtojë çdo 2 muaj për secilin prej të akuzuarve nëse paraburgimi është ende i nevojshëm dhe i arsyeshëm. Pretendimet e gjykatës speciale për moslirim nga paraburgimi për ish-krerët e UÇK-s, Organizata e Veteranëve të Luftës i konsideron si absurde duke thënë se nuk ka asnjë arsye që ata të mbahen në paraburgim deri në vendimin final. Sipas nënkryetarit të OBL UÇK-s, Fatmir Sopi, çdo vendim tjetër për çlirimtarët përpos lirues do të jetë i papranueshëm. Kjo është plotësisht e paarsyeshme, sepse ata nuk janë njerëz të egër, ata nuk janë njerëz që do të hakmerren ndaj askujt, sepse nuk kanë asnjë arsye, sepse e drejta dhe dëshmitë e dëshmitarëve serioz janë gjithsesi në anën e tyre, në anën e drejtësisë dhe në anën e luftës sonë të drejtë dëshmirimtare. Çdo vendim që do të merret përpos vendimit lirues, për neve do të jetë e papranueshme. Ndërkohë një grup gazetarësh nga Kosova dhe rajoni përmes një letre drejtuar institucioneve të BE-s dhe qeverisë së SHBA-s kanë ngritur shqetësime serioze për besueshmërinë e gjykatës, duke përmendur paraburgimin mbi 5 vjet pa vendim përfundimtar, zvarritjen e procesit përtej standardit të kohës së arsyeshme dhe mungesën e transparencës përmes seancave të mbyllura. Grupi i gazetarëve në çështjet e ngritura thotë se ato nuk janë detaje procedurale, por çështje që prekin thelbin e drejtësisë dhe kanë kërkuar përgjigje të qarta. Sipas grupit të gazetarëve shqiptar, drejtësia nuk mund të jetë selektive. Çështja gjyqësore në rastin e Thaqit, Veselit, Krasniqit dhe Selimit u përmbyll me 18 shkurt. Prokuroria ka kërkuar 45 vjet burgim për secilin prej ish-krerëve të UÇK-s, gjë që është kundërshtuar ashpër nga mbrojtja e të akuzuarve. Avokati i akredituar në gjykatën speciale, Taulant Hodaj, pret që vendimi i shkallës së parë për Thaqin dhe të tjerët të jepet para pushimeve verore. unë besoj dhe që do të jipet në brenda afatit 90 ditor. Këto tribunale ndërkombëtare që unë e konsideroj edhe gjykatën speciale një të tillë në faktikisht, gjithë mundohen të bëjnë përmbyllje të ose para pushime verore ose para përmbylljes së vitit të ri, të rastet e mëdha të përmbyllin ose fazën e dëshmitarëve gjykimeve apo të japin një rast të caktuar, sepse i kanë edhe kohën e raportimeve para organeve mbikëqyrëse të tyre dhe besoj që këtë do ta bëjnë para pushimeve verore. Thaqi, Veseli, Krasniqi e Selimi ndodhen në paraburgim në Hag që nga fundi i vitit 2020 nën akuzat për krime lufte dhe krime kundër njerëzimit, për të cilat janë deklaruar plotësisht të pafajshëm. Unë do të kthehem në Kosovën e lirë. Ndërkohë që ish-krerët e UÇK-s vjojnë të mbahen në paraburgim në Hag, Kuvendi i Kosovës ka miratuar sot me 90 vota për një rezolut për mbrojtjen e së vërtetës historike dhe dinitetit të viktimave të luftës.
Rezoluta e propozuar nga Partia Demokratike e Kosovës mori mbështetje unanime të gjitha grupeve parlamentare, duke reflektuar kështu një unitet të gjerë institucional për çështjet që lidhen me sakrificën dhe historinë kombëtare. Rezoluta e propozuar nga grupi parlamentari i Partisë Demokratike të Kosovës për mbrojtjen e së vërtetës historike të luftës në Kosovë 1998-1999 ndonse në fund u miratua me shumicë votash, paraprakisht ngjalli debat mes deputetëve për çështjen e përfshirjes në rendite. Rezoluta e PDK-s, e cila u lexua nga deputeti Nait Hasani, përfshin edhe pika për inicimin e dënimit të atyre që mohojnë ose minimizojnë krimet serbe në Kosovë. Mbrojtja dhe afirmimi i së vërtetës historike, si edhe respektimi i identitetit të viktimave, të mbijetuarve dhe të gjithë atyre që kontribuan në lirinë e vendit, përbëjnë detyrim të paqëtërsueshëm kushtetues moral shtetëror në funksion të ruajtjes së identitetit kolektiv dhe të drejtës historike. Nën kryetarja e kuvendit nga radhët e PDK-s Vlora Qitaku ishte ajo që insistoi për shqyrtimin dhe miratimin e kësaj rezolute në këtë seancë. Nuk besoj që ky kuvend ka diçka më të rëndësishme për të trajtuar se kjo pikë. Për më tepër që zonja kryetare, kjo flet shumë edhe për kulturën politike që është duke mbizotruar në Kosovë tani e disa vite. Shefja e grupit parlamentar të vetëvendosjes Arbërie Nagafci insistoi në mosndryshimin e pikave të rendit të ditës. Propozimin për rezolutën ne e kemi mbështetur. Kemi propozuar që të dërgojmë deputetët tanë për të konsultuar edhe dhënë kontributin për këtë rezolut. Nga java e kaluar, unë kam kontaktu personalisht dhe kam kërku që të ftohen deputetët tanë. Kam pas takime sot dhe unë besoj që janë para finalizimit gjithësisht dakordimit të përmbajtjes së rezolutës. Nën kryetari i kuvendit Ardian Gola tha se rezoluta e PDK-s ka nevojë për disa ndërhyrje. Ajo rezolut, pas dakordimit final që ne patëm, ka nevojë edhe për redaktim, risistemim të paragrafeve, ka njërën të gjërave. Kuvendi i Kosovës mbi gjitha është institucion ligjvënës. Për pas ligjvënies, e dim që e ka edhe funksionin e saj përfaqësues, e ka edhe funksionin e tij mbikëqyrës. Mirë po, realisht, nëse ne e shohim këtë rënd të gjërave, e vërteta për luftën e UÇK-s, s'ka dilem, është gjëja më e rëndësishme që ne mund të kemi si kuvend. E shefi i grupit parlamentar të AK-s, Besnik Tahiri, mbështeti kërkesën e PDK-s, ndërsa thumboi lëvizjen vetëvendosje për qëndrimin në raport me këtë rezolut. Grupi ynë mbështet kërkesën e Partisë Demokratike të Kosovës, që ka edhe lajmi mirë që edhe nënkryetari Gola edhe ekipi që ka përfaqësuar vetëvendosje në dakordimin e kësaj rezolute, që ka dakordu për mbajtja, kjo ka përsysh. Pas diskutimeve dhe shprehjes së qëndrimeve të grupeve parlamentare, rezoluta e PDK-s për mbrojtjen e së vërtetës historike dhe dinjitetit të viktimave të luftës në Kosovë u miratua me 90 vota për, asnjë kundër dhe asnjë abstenim. Partia Demokratike e Kosovës tha se kjo rezolut e mori mbështetjen e të gjitha grupeve parlamentare, dëshmoi se për çështjet që lidhen me sakrificën dhe historinë tonë kombëtare mund dhe duhet ketë unitet të plot institucional. Në mbrojtje të vlerave të luftës, sot sheshi Pes u mbush me studente qytetar. Ata kundërshtuan fyerjen dhe gjuhën e urrejtjes ndaj ish komandantit të zonës së Dugagjinit Ramush Haradinaj pas disa akuzave ndaj tij. Studentët e Haxhi Zekës thanë se nuk do të heshtin karshi shtrembrimit të historisë. Mes parullave unë studioj shqip fal UÇK-s, për UÇK-n me UÇK-n, e larg duart nga UÇK-ja, studentët kërkuan të dëgjohet zëri i tyre. Përfaqësuesi i studentëve Ardit Bobi tha se është shumë e turpshme që sot studentët janë detyruar të mbrojnë ushtrinë shtirimtare të Kosovës nga shqiptarët, por ai shtoi se historia e Kosovës nuk shtrembërohet dhe dinjiteti i vendit nuk preket. Ne nuk jemi këtu për të krijuar zhurmë, jemi këtu sepse ndërgjegja nuk na lejon të qëndrojmë të heshtur. Historia e Kosovës
nuk shtrembrohet dhe e vërteta nuk normalizohet dhe e vërteta nuk relativizohet. Kujtesa nuk përdhoset, dinjiteti i Kosovës nuk preket. Para studentëve e qytetarëve, fjalen e mori edhe rektori i Universitetit Haxhi Zeka, Armand Krasniqi. Këtë protest ai e quajti reagim jo të zakonshëm dhe sinjal që ky universitet po formon individ që nuk janë indiferent karshi zhvillimeve shoqërore. Kjo nuk është një ngjarje e zakonshme, është një sinjal që duhet kuptuar. Është dëshmi se universiteti po përmbush një nga funksionet e tij më thelbësore, të formoj individ që nuk janë indiferent ndaj zhvillimeve shoqërore, por që reflektojnë dhe veprojnë me përgjegjësi. Ajo që po ndodh sot këtu nuk është një reagim i zakonshëm publik, është një moment që kërkon një qasje të balancuar dhe të matur. Një qasje që respekton lirinë e shprehjes, por njëkohësisht e vendos atë liri përballë përgjegjësisë që ajo bart. Një qasje që lejon debat, por nuk pranon deformim të vlerave themelore mbi të cilat qëndron shoqëria jonë. Studentët u zotuan se nuk do të ndalin zërin në mbrojtje të vlerave të luftës dhe historia duhet të mbrohet. Para 2 ditëve një person është arrestuar pikrisht në Pej pasi kërcënoi dhe ofendoi familjen Haradinaj. Ushtruesja e detyrës presidentës Albulena Haxhiu ka emëruar Vasfije Krasniqin dhe Shyrete Tahirin të deleguara të posaçme për çështjen e të mbijetuarave të dhunës seksuale gjatë luftës. Nga zyra e presidencës u bë ditur se gjatë takimit u vlerësua guximi dhe roli i tyre në thyerjen e heshtjes dhe në kërkimin e drejtësisë për viktimat e dhunës seksuale gjatë luftës. U theksua se zëri i tyre ka ndihmuar që kjo çështje të trajtohet me dinitet dhe seriozitet si në vend ashtu edhe në arenën ndërkombëtare dhe se angazhimi i tyre tashmë ka edhe dimension institucional. I kthehemi sërish zhvillimeve në seancën e Kuvendit të Kosovës, e cila si rëndom edhe sot ishte arenë për plasjesh politike. Nuk u miratua rezoluta e LDK-s për uljen e akcizës dhe TVSH-s për naftën, ndërsa për plasje pushtet opozit shkaktoi paga e 13, gjendja në sektorin energjetike, gjendja në QKUK. Megjithatë, janë miratuar 4 marrëveshje ndërkombëtare. Rezoluta e propozuar nga Lidhja Demokratike e Kosovës që parashit e uljen e përkohshme të akcizës dhe TVSH-s për naftën, si dhe subvencionimin e çmimeve të naftës për sektoret më të ndjeshëm, përfshirë bujqësinë, transportin publik dhe prodhuesit vendor, nuk mori mbështetje në Kuvend. Për votuan vetëm 34 deputet, ndërsa 49 votuan kundër e 7 abstenuan. Por seanca e sotme u zhvillua me tension mes pushtetit e opozitës për çështje nga më të ndryshmet. Ministri i Financave Hekuran Murati dhe deputeti i AK-s Besnik Tahiri u përplasën për pagën e 13. Sa i përket pagës së 13, ne kemi dhënë në sektorin publik sepse jemi punëdhënës i sektorit publik. Pra i takon punëdhënësit që ta jap pagën e 13. Nëse ju mendoni, pra që edhe sektori privat duhet ta bëjë një gjë të tillë, këtë ndoshta edhe mund ta mandatojmë me ligj, ngjajshëm siç e kanë disa shtete evropiane. Ne kemi menduar si qeveri që është më mirë të lihet në vullnetin, pra e punëdhënësve që të vlerësojnë për dhënien e pagës së 13. Tahiri i replikoi Muratit me akuzën se po e kthen buxhetin e shtetit në skemë sociale. O zoti Anit ministri çka tha? Tha pensionistët, tha u kemi dhënë një mbështetje. Ja u kemi jap tha nënave dhe lehonat. Lehonat ajo nuk kom punë, pensionisti ka 65 vjetë, kjo ka një emën tjetër, emri është shumë i thjeshtë, quhet skemë sociale që është vi buxhetore në buxhetin e Republikës Kosovës. Po dojmë në rregull, unë të pyeta, çka ka bëu qeveria e Kosovës me ndihmu sektorin privat se pensionisti ka 65 vjetë? Ndërkohë, Ministri i Shëndetësisë Arben Vitia është përplasur me deputetën e AK-s Time Kadriaj, e cila e akuzoi atë se e ka lënë klinikën e urgjencës me vetëm 4 shtretër për pacient. Nëse shkojmë në urgjencë, është urgjenca ku mbledhen krejt pacientët për krejt Kosove, aty kemi 4 kërbote, s'ka ma shumë. Por këto pretendime i mohoi Ministri Vitia, i cili konsideroi dezinformata pasi sipas tij në klinikën emergjente ka 25 shtretër. 4 krevate në klinikën emergjente
zonja time s'di kur keni qenë herën e fundit, por qytetar nderuar, në klinikën emergjente janë 25 krevate. Me renovimin e emergjencës është uar numri krevateve dhe thuash janë 4, kur janë 25, sinqerisht jo vetëm dezinformim, po dezinformim kardinal. Vitis ju kundërpërgjigj sërish Kadriaj, e cila i tha ministrit se nuk ka pasur asnjë rezultat në shëndetësi. Ti piqojmë të Oliva o minister, që ati ku ki investu ti, që ati ku ki marrë rogë të madhe, që ati ku ki punësu grunë tone. Mes përplasjesh të shumta për temat të ndryshme socio-ekonomike që prekin direkt jetën e qytetarëve, deputetët ratifikuan 4 marrëveshje ndërkombëtare në vlerë prej miliona eurosh. Mbi 80 vota mori marrëveshja e kredis mes Kosovës dhe asociacionet ndërkombëtar për zhvillim për projektin e zhvillimit të sektorit financiar të Kosovës. Po ashtu kaloi edhe marrëveshja e kredis mes Kosovës dhe Agjencisë franceze për zhvillim për programin e kredis të bazuar në politika në vlerë prej 80 milion eurosh. Dritën jeshile e mori edhe marrëveshja e kredis mes Kosovës dhe qeverisë gjermane për kredi në sektorin e energjisë dhe klimës. U ratifikua edhe marrëveshja e kredis me asociacionin ndërkombëtar për zhvillim për projektin lehtësimi i tregtisë dhe transportit në Ballkanin Perëndimor 2.0. Kuvendi Kosovës ka zgjedhur Arlinda Muçën si anëtare jo prokurore të Këshillit Prokurorial të Kosovës. Muça u votua nga 59 deputet të kuvendit, ndërsa është propozuar nga shoqëria civile. Me zgjedhjen e Muçës është kompletuar edhe përbërja e re e Këshillit Prokurorial. Në garë ishte edhe novitet Meza, i cili mori 24 vota të deputetëve, si dhe Artan Fejzullahu, për të cilin votuan vetëm 3 deputet. Pas kësaj, krye parlamentarja Albulena Hagji u mbylli punimet e seancës së sotme plenare. Lëvizja vetëvendosje shpreson përafrimin e qëndrimeve me LDK-n për zgjedhjen e presidentit. Nënkryetari i LVV-s Glau Konjufca tha se gatishmëria e LDK-s për takime rrit shpresën për bashkëpunim. Ndërkohë partitë opozitare fajsojnë Kurtin për mungesë vullneti për zgjidhjen e çështjes. Ndërsa kryeministri Kurti është në një vizitë zyrtare në Mbretërinë e Bashkuar, afatet kushtetuese për zgjedhjen e presidentit po rrjedhin. Nga vetëvendosje nuk kanë dhënë sinjale se bisedimet me partitë politike mund të vazhdojnë së shpejti. Ministri i Punëve të Jashtme Glau Konjufca, i cili është edhe i propozuari i vetëvendosjes për president, nuk ka treguar nëse do të heqë dorë nga kandidatura e tij. Në një intervistë për Radio Televizionin 21, Konjufca shpreson se mund të ketë përparime në bisedime, sidomos me LDK-n. Kryeministri Kurti ka drejtuar letër edhe Partisë Demokratike, do të specifikohet edhe matutje se nëse ky takim mund ndodh apo jo. Me zotin Abdigjiku me sa e posh edhe përgjigjja e tij ishte që ai është i vullnetit që takimet vazhdojnë. Ky është një lajm i mirë sepse i jep do perspektiva për mundësinë e zgjidhjes së një presidenti. Ndërkohë në Partinë Demokratike të Kosovës kërkojnë ftesë zyrtare nga Kurti për takim me Hamzën. Deputeti i PDK-s Artan Behrami tha se Kurti ka për synim që të dështojë zgjedhjen e presidentit në mënyrë që vendi të shkojë në zgjedhje dhe si rrjedhoi Albulena Hagjiu të qëndrojë sa më gjatë si ushtruese e detyrës së presidentes. Parashikimi jam është që ai njeri ka zgjedhur presidentin edhe nuk do të synoj që të zgjedh president, nuk ka më qenë as racional, as bashkëpunues, do të mundohet që të provoj kriza të reja, që të shkojë në zgjedhje dhe që të mirëbaj Albulena Hagjiu në postën e presidentit sa më gjatë si ushtrues i tyre. Ndërsa në LDK thonë se do të kontribuojnë për zgjedhjen e presidentit të ri, aq sa është mundësia e këtij subjekti politik. Në një marrëveshje potenciale vetëvendosje LDK, zyrtarët e LDK-s thonë se do ta mbështesin Lumir Abdigjikun për president. Shefja e grupit parlamentar të këtij subjekti politik, Jehona Lushaku, tha se përgjegjësia i takon vetëvendosjes që të gjejë zgjidhje. Ne ju kemi thënë që na jemi të gatshëm të kontribuojmë dialogut dhe zgjidhjes së dhënies së vendit institucionin e presidentit, kështu që do të kontribuojmë për aq sa është përgjegjësia jonë. Normalisht që përgjegjësia më e madhe i vjen vetëvendosjes, edhe është në pushtet edhe ka numër më të madh votash. Në AAK vlerësojnë se tashmë vendi ka hyrë në një parafushatë zgjedhore, bazuar sipas tyre në veprimet e kryeministrit Kurti. Kryetari i AAK-s Ramush Haradinaj fajson Kurtin për mungesë gatishmërie për të gjetur zgjidhje. Po jemi në zgjedhje.
Pra, shkut kishtë desh me gjë president, a e din që shkojnë të punë, të procese. Ne kemi përvoja politike, disa herë kemi arrit me gjë president, e pra ai nuk e ka hap paketën fare të qeverisë, dhe në qeverin po e ndali për veti, nuk e puna president, për merën vesh. Në princip kjo është ndryshe, me atë që e fton për partneritet për president, pra bo është partnerë në qeverin. Ndërsa gjasat për marrëveshje politike janë zvogluar për shkak të mos pajtimeve midis partive politike, ushtruesja e detyrës së presidentes, njëherësh kryetare e Kuvendit Albulena Haxhiu, tha para deputetëve se nuk duhet të sillen, sikurse afatet kushtetuese nuk po rrjedhin. Prandaj duke qenë që kemi 27 prilin për të zgjedhur presidentin dhe nuk mund të paragjykojmë, uroj që të arrijmë ta bëjmë këtë. Derisa të zgjedhet presidenti i ri, bashkëpartiaku i Albulena Haxhiu, deputeti i vetëvendosjes Enver Haliti, ende ka në mendje Vjosa Osmanin si presidente. Nderuar kryetari i Kuvendit dhe ushtruese e detyrës presidentes zonja Vjosa Osmani, Vjosa Albulena Haxhiu, ish presidente. Njëzet vite pas ngjarjeve tragjike të Bllacës, qytetarë dhe institucione rikthehen në Han të Elezit për të përkujtuar eksodin e dhimbshëm të vitit 1999, ku qindra shqiptar të dëbuar me forcë përjetuan ditë të tëra në kushte çnjerëzore. Kanë kaluar 27 vite nga njëra ndër ngjarjet më rrënqethëse të historisë sonë të afërt, Bllaca 1999. Në Han të Elezit, si një dëshmi e heshtur e asaj kohe, qëndron edhe sot si tren fantazëm, treni që dikur barti qindra qytetarë drejt Bllacës, larg shtëpive të tyre, larg jetës së zakonshme, nga ndjekjet dhe dhuna. Qindra qytetarë mbetën për ditë të tëra në kushte të rënda, në të ftohtë, pa ushqim dhe pa asnjë siguri. Bllaca u kthye në një simbol të vuajtjes, por edhe të qëndresës njerëzore. Sot në këtë përvjetor, qytetarë të shumtë vijnë për të përkujtuar atë që përjetuan vetë, apo atë që u rrëfye ndër vite. Ata sjellin histori nga më të ndryshmet, rrëfime që mbajnë gjallë kujtesën kolektive dhe që rikujtojnë dhimbjen, por edhe forcën për të mbijetuar. Një ndër ngjarjet më tragjike që ka përjetuar populli shqiptar në periudhën e luftës në Kosovë, do të thotë vitit 1990 të shekullit kaluar, dhe për fat të mirë me ndërtimin e këtij kompleksi edhe njëherë është bërë një homazh dhe një kujtesë kolektive e tragjedive që i ka përfshirë populli shqiptar ndër shekuj. Ky vend quhet Luginë e Tmerrit, për arsye se këtu me qindra mijë të dëbuar me dhunë nga forcat policore ushtarake serbe janë konë të dëbuar dhe të grumbullum në këtë vend këtu. Këtu ka pas vdekje, si pas dëshmive gjithmonë, këtu ka pas edhe lindje. Me thonë, sot kena disa që janë dje me vajza të rritur që kanë lindë këtu, pikërisht këtu kanë lindë në këtë vend. Po më vjen shumë keq se përveç që institucionet pak kanë bën këtë drejtim. Vetëm një natë kam kalu këtu, më kanë dukur sikurse 99 rrath të ferrit të Dantes. Por të tjerët atë që kanë përjetuar edhe tragjikisht, qoftë me vrasje, qoftë me vdekje, qoftë me shpërngulje që kanë pas vetë familje arët e tyre. Që të lumë qëto, një plakë shkreta për nevoja, shite ranë lumë dhe zgudu me shku me nëzirë se morë ujtë e qajtë poshtë. Publicisti Jahja Luka, në këtë datë me rëndësi të veçantë, solli edhe botimin e dytë me rrëfimet të kësaj ngjarje. Ai foli për rëndësinë e dokumentimit të këtyre kujtimeve dhe ruajtjen e tyre për brezat që vijnë. Në libër nuk kemi bërë ndonjë gjë nga vetvetja, por janë rrëfime autentike të njerëzve që kanë kalu këtu. I kanë kalu të gjitha ato peripeti këtu. Kështu që nuk i lejojnë vetes me pas ndryshime çfarë ka pas në rastin e fundit të ekspozitës në sheshin e Prishtinës. Ne fatkeqësisht s'kemi nevojë për me çpika asgjë, kemi pësu shumë çka këto 120 vjet të okupimit sllavë. Vetëm duhet të vërtetën ta thojmë dhe ta ndriçojmë.
Në fund, Blaca mbetet më shumë se një vend, është një kujtesë e gjallë e dhimbjes, sakrificës dhe forcës së një populli. Për informacionet më të fundit klikoni në portalin ton rtv21.tv. Mirëmbëjtje.